Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I shkrova 1 milionerit një shkres me disa projekte, duke menduar se Ramazani dhe 10 i fundit është moment shumë i arsyeshëm, shumë i qelluar, shumë i rëndësishëm, shumë madhështor që njeriu të jep zakatin e tij apo sadakën e tij për të ndihmuar projektet e hejrit që bëhen kudo që veprojnë muslimanët. Ma ktheu letrën dhe më tha: "Hoq, i kam përfundu do angazhimet mia, edhe s'ka mundësi me të ndihmu, por tha ndoshta pas 2-3 muajve muj me marr pjesë në diçka prej këtyre projekteve." Normalisht se secili njeri është e drejtë e tij që kudo dhe kurdo i jep zakatin e tij dhe sadakën e tij, duke i respektuar rregullat fetare të se. Por i ktheva në përgjigjen e tij thash: "Jemi inshallah gjallë deri atëherë." Që do thotë besimtari i mençur e i devotshëm është ai i cili e shfrytëzon çdo moment të jetës së tij për ta bënë një vepër të mirë, për ta çuar një sevap atje ku do shkojmë të gjithë na. E nesër e pas nesër jemi gjallë, askush nuk e din. E pas një javë, pas 2, askush nuk e din. E pas një muaje, 2 e 3, askush nuk e din. Ti mund të rish me njeriu tash të bësh muhabet, po tamam ndahesh, edhe ai që dorëzon shpirtin amanet Allahu subhanahu wa taala. Pra shkak të nxitojmë vepra të mira. Mos i voni ato se ku me ditë amrim deri nesër. Kush ka zakat me dhënë le ta jep. Kush ka sadaka me dhënë le të jep. Ndihmoni punë të hejrit, punë të mira. Kudo që janë ata dhe kushdo që janë ato, që të fitojmë mëshirën e Allahut, bekimet e tija, shumë fishimin e pasurisë, bekimin e Zotit në pasurinë tonë. Pra që është më rëndësi të fitojmë kënaqësinë e tij dhe shpërblimin madhështor që na pret xhenet inshallah taala.